Vizatimi I parë daton që në moshën 5 vjeçare me disa vizatime me kuadrate dhe si çdo fëmijë 5 vjeçar, e cilën më pas im atë përdoret për pikturë, për ta bërë në formë realiste, ndërsa më vonë normalisht fillon nga klasa 5 në të cilën filloj të vizatoj më shumë, formati A4, ku vëj fillimisht duke riprodhuar, po themi, vizatime apo foto nga librat edhe në të cilat I kam imituar vetë, dhe më pas kur fillon dhe bën vetë vizatimet nga imagjinata ose edhe duke I parë diku, qoftë edhe live. Ekspozita, domethënë pjesëmarrja e parë ka qenë në moshën 15 vjeçar, diku klasa 8, në vitet 2006-2007, në të cilën vetë Bashkia e Kamzës hapi për herë të parë zyrat e saj dhe unë isha pjesë e ekspozitës. Pjesa e nudëve ka qenë gjithmonë pjesa që I ka bërë më tepër përshtyp pjesës së shoqërisë time. Duke filluar që në klasë të 8, për herë të parë ndodh që unë sjell shoqërinë time në shtëpi, ku do kishim për pjesë të mësonim rreth një provimi të biologjisë dhe pjesa që më bëri përshtypje nga klasës, nga dy shoqet e mia, ishte që sapo hyrë në shtëpinë time, këtu në vend të kësaj që është kali, dikur ka qenë një nudo, edhe ajo ka qenë pjesa që I pati bërë përshtypje, që sa hapëm derën e shtëpisë, ishte pikërisht nudoja që ata I bëri pak përshtypje. Më pas s'disha ku t'i vëja dhe do t'i vëja tek dhoma ime. Sa po shohim pikturën e prap, po prap nudo. Kthehem për të mos parë si thuash dhe prap pa nudo dhe me zira e gonin. Ime më paralizohet nga nervi sciatik për 6 muaj, kështu që unë vetë njëkohësisht kam qenë më afër edhe me shkollën, sepse motra ishte në atë kohë në lice kryente gjimnazin, kështu që ishte larg në Tiranë. Ndërsa unë më Kamës, këtu kam qenë më afër edhe e vija dhe I bëja masazhin në atë kohë me ujë dhe sapun, edhe masazh kap dhe fërko, sepse klasë 8 nuk është se dija as anatomia asnjë gjë. Sikur t'jem e lodhur nga fizioterapia ose t'jem I mërzitur ose diçka piktura të ndihmon jashtëmase shumë edhe në ato nerva dhe sipër të pikturosh. Ndoshta bërat nuk dalin më me ngjyra të ngrohta, të hapura, do dalin pak më në gri, kur je mërzitur ose kur koha nuk është e mirë, po prapse të ndihmon ty të shprehesh veten edhe të kalosh kohën se jo. Ka qenë pjesë e një konkursi që u bën mes Institutit të Demokracisë, Medias dhe Kulturës në bashkëpunim me ambasadën gjermane. Tematika ishte që fëmijët e viteve 90 se si e kanë parë kohën kur sapo ishin hapur ambasadat e huaja në Shqipëri. Dhe ideja ishte si e ndjen ti duke nga përvoja jonë, por edhe duke patur informacion me prindit ose me tre brezash. Dhe interpretimi im ose që I bëra asaj teme ishte pikërisht kjo që bëra me idenë që se si kemi imagjinuar, se si e kemi pritur ne fëmijët e viteve 90 pjesën e ambasadat, si diçka si gjithmonë për të ikur dhe për të lëvizur edhe më tepër. Edhe kjo është edhe pozicioni që kam bërë edhe vetëm aty, pikërisht me idenë se si është lutja tipike ose paqja dhe lutja e shqiptarëve në rastin konkret ose e imja personale për të ikur.
Pra si artiste, domethënë, lejo të them kështu se unë për vitin. Jam në rregull për universitet. Çfarë mendon për hapësirat që ka arti ose kultura brenda qytetit të Kamzës? Brenda qytetit të Kamzës nuk është se kam patur mundësi, pavarësisht se vetëm në shkollë, domethënë kam aplikuar. Do të ishte mirë që vetë Pallati i Kulturës kishte mundësi të hapnim ekspozita ose edhe të jepnim mësime ata që kanë mbaruar. Ndoshta unë nuk jam profesioniste e mirëfill, domethënë që të kem mbaruar akademinë, por dikush që është vetëm me akademinë, fare thjesht mund të bënte kurse vizatimi ose të ushtronte profesionin, kur nuk pak për ta zhvilluar më tepër si qytet ose për të patur një po themi një galeri tonë në vetë qytetit vogël. Pavarësisht se jemi qytet i vogël, pra do ketë një galeri ose një stil. Pse jo të mos kemi edhe ne. Pjesë ose ekspozita, ndoshta jo mujore, po të paktën vjetore të jetë një ekspozitë me të rinjt, me ata kushdo që dëshiron, qoftë personale, qoftë edhe kolektive.